Të nderuar të ftuar, mirë se vini në ceremoninë zyrtare të marrjes në dorëzim të 40 mjeteve të reja të prodhuara nga shoqëria Timak, të cilat do t'i bashkohen flotës së forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Ky aktivitet shënon një moment të rëndësishëm në modernizimin e kapaciteteve operacionale të forcave të armatosura, rritjen e gatishmërisë për reagimin ndaj emergjencave civile, si dhe dëshmon zhvillimin e industrisë vendase të mbrojtjes dhe bashkëpunimin e suksesshëm nëpërmjet institucioneve shtetërore dhe sektorit privat. Për fjalën e hapjes kam kënaqësinë të ftoj administratorin e kompanisë Kajo, zoti Ardi Veliu. Nderuar zoti kryeministër, nderuar zoti ministri i mbrojtjes, nderuar shefi i shtabit përgjithshëm general-lejtenant Kingi, të nderuar të pranishëm dhe të ftuar. Sot është një ditë e rëndësishme për industrinë shqiptare të mbrojtjes. Vetëm një vit më parë, në një gusht të vitit 2025, Kajo SHA në bashkëpunim me Timak SHPK hodhi një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të kapaciteteve prodhuese vendase duke krijuar shoqërinë Timak Defense. Brenda një periudhe vetëm prej një viti, kjo shoqëri arriti të ndërtojë strukturën e nevojshme prodhuese, të krijojë ekipet profesionale, të transferojë teknologjinë dhe të vendosë bazat e një industrie moderne të përshtatjes së automjeteve ushtarake në vendin tonë. Sot, rezultatet e kësaj pune janë konkrete. Dorëzimi 35 automjeteve të lehta, si dhe 5 kamionëve veçkarkues në kuadër të kontratës në forcat e armatosura, dëshmon se kur vizioni shoqërohet me partneritet, profesionalizëm dhe përkushtim, rezultatet nuk vonojnë. Kjo nuk është vetëm përmbushja e një kontrate. Ky është një hap i rëndësishëm në zhvillimin e industrisë sonë të mbrojtjes, në rritjen e kapaciteteve prodhuese kombëtare dhe në forcimin e aftësisë së vendit tonë për të ndërtuar e zhvilluar teknologji strategjike. Dua të falenderoj kryeministrin zotin Edi Rama, ministrin e mbrojtjes, forcat e armatosura për mbështetjen dhe besimin e dhënë, partnerët tanë në Timak Defense për bashkëpunimin e suksesshëm, si dhe çdo punonjës që me punën dhe përkushtimin e tij bëri të mundur që ky projekt realizohet brenda një kohe kaq të shkurtër. Ky është vetëm fillimi. Kajo do të vazhdojë të investojë në zhvillimin industrial, në teknologji dhe në partneritete strategjike, me synim që vendi ynë të ketë një industri të mbrojtjes gjithnjë më të fortë dhe konkurruese. Faleminderit. Ftoj tani për fjalën e saj drejtoreshën ekzekutive të shoqërisë Timak, zonja Arieta Puça. Nderuar zoti kryeministër, nderuar zoti ministri i mbrojtjes, të nderuar bashkëpunëtor, kolegë dhe të pranishëm. Në vitin 1991, familja ime u largua nga Shqipëria. Unë isha vetëm 4 vjeçe. Si shumë fëmijë të brezit tim, u rita duke dëgjuar se për të ndërtuar një ardhmë duhet të largoheshe nga Shqipëria. 25 vjet më vonë u ktheva. Jo sepse ishte rrugë më e lehtë, por sepse besova se kishte ardhur koha të ndërtonim këtu. Dhe sot qëndroj para jush duke prezantuar mjet të projektuara dhe të prodhuara në Shqipëri, është një emocion që nuk e kisha imagjinuar kur. Për shumë vite kemi menduar se industria avancuar ndërtohet diku tjetër, se teknologjia vjen vetëm nga jashtë, se ne mundemi vetëm të përdorim. Sot po tregojmë se Shqipëria mund edhe të krijoje. 10 vjet më parë, kur themelova Timakun, nisem në prodhimin e ambulancave, si një start-up me disa veta. I quajtëm ambulancat tona Reze, Shpëtim dhe Jeta. Me pas erdhen automjete zjarr fikse, automjete speciale dhe shumë produkte tjera që sot eksportohen në mbi 30 vendet e botës. Me Timak Defense kemi vendosur një objektiv edhe më të madh. Jo vetëm të ndërtojmë automjete ushtarake, por të kontribuojmë në ndërtimin e një industrie moderne shqiptare të mbrojtjes. Një industri që krijon dije, zhvillon teknologji, formon profesioniste dhe i shërben drejt për të sigurisë e vendit. Për këtë arsye, krenaria jonë e madhe nuk janë vetëm mjetët, janë njerëzit, janë inxhinierët, teknikët dhe profesionistët që janë sot këtu me ne, cilët çdo ditë projektojnë, zhvillojnë dhe ndërtojnë në vendin e tyre. Shota, automjeti ynë i parë ushtarak, u projektua dhe u ndërtua këtu në Shqipëri nga profesionistët tanë shqiptar. Kur një vend u jep njerëzve të tij besim, ato janë të aftë të bëjnë gjëra që deri dje dukeshin të pamundura. Sot kemi nderin të dorëzojmë Ministrisë së Mbrojtjes 2 modele të reja mjetësh. Mjetin taktik të lehtë e quajtur Ujku dhe veç shkarkuesin Shkëmbi.
Falenderoj qeverinë shqiptare për besimin dhe mbështetjen që i ka dhënë zhvillimit të kësaj industrie, pavarësisht sfidave që e shoqërojnë. Për Timak Defense, ky besim është një përgjegjësi e madhe dhe ne do ta justifikojmë në ta çdo ditë me punë dhe me rezultat. Një falënderim i veçantë shkon edhe për ekipin ton, familjet tona dhe ortakut tim për besimin, mbështetjen dhe përkushtimin gjatë këtij rrugtimi. Sot dua t'i themi çdo vajzë dhe çdo djalë shqiptar për vetëm një gjë. Unë u largova nga Shqipëria me familjen time, sepse atëherë dukej se nuk kishte rrugë tjetër. Puna jonë është që brezi i arshëm të mos ketë më nevojë të largohet për të ndërtuar ëndrrat e tij, sepse edhe armja mund të ndërtohet këtu në Shqipëri. Faleminderit. Ftoj për fjalën e tij shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Lejtnant Arben Kingji. Nderuar zoti kryeministër, nderuar zoti ministri i mbrojtjes, nderuar zoti administrator i Kajës, të nderuar general, drejtor, oficer, nën-oficer, zonja dhe zotëri. Forcat armatosura marrin sot ndërtim lotin e parë të automjeteve taktike të lehta. Këto mjete shkojnë përtej funksionit të transportit, ata përfaqësojnë një kapacitet të ri operacional dhe një hap konkret në modernizimin e forcave të armatosura dhe zhvillimin e industrisë sonë të mbrojtjes. Për herë të parë industria jonë e mbrojtjes konfiguron, monton dhe kompleton me automjete taktike ushtarake dhe sipas kërkesave tona operacionale. Ky zhvillim është pjesë e reformave në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ai mbështet modernizimin e forcave të armatosura me armatim, pajisje, sisteme dhe platforma bashkohore. Këto mjete rrisin lëvishmërinë dhe mbështesin kërkesat e NATO-s dhe Bashkimit Evropian për lëvizje të shpejtë, të sigurt, e të koordinuar të forcave dhe mjeteve. Me finalizimin e 2 loteve rinovohet gradualisht flota ekzistuese me mjete të lehta, të mesme, të rënda dhe mjete speciale. Ne nuk po zëvendësojmë vetëm automjetet, po përmirësojmë mënyrën se si lëvizin trupat, si mbështetet personeli dhe si ruhet ritmi i operacioneve luftarake dhe jo luftarake. Në emër të shtabit përgjithshëm dhe forcave të armatosura, shpreminjojmë për mbështetjen e qeverisë dhe Ministrisë Mbrojtjes në zhvillimin e burimeve njerëzore dhe kapaciteteve ushtarake. Në këtë kontekst, vlerësoj kontributin e Kajës dhe Timak Defense në realizimin e këtij projekti, si dhe bashkëpunim me partnerët vendas dhe ndërkombëtar. Ky angazhim i përbashkët po shndron kërkesat operacionale në kapacitete mbrojtje. Marrja e tyre në përdorim përveç të tjerëve do të sjellë 3 efekte operacionale: më shumë lëvizshmëri për trupat, më shumë siguri për personelin, më shumë gatishmëri për misionin. Sipas kushteve dhe detyrave të misionit, ato mund të konfigurohen për veprime luftarake, zbulim, komandim kontroll, ndërlidhje, logjistik dhe funksione të tjera operacionale. Në operacionet e emergjencave civile, këto kapacitete do të rrisin efektivitetin e reagimit ndaj zjarreve, përmbytjeve, kërkim shpëtimit dhe situatave kritike, veçanërisht në zonat me akses të vështirë. Ndërsa në operacionet e NATO-s dhe Bashkimit Evropian rrisin aftësinë për dislokim dhe ndërveprim të kontingjenteve tona sipas standardeve të përbashkëta në operacione shumëkohshme. Përfitimet shtrin edhe në dimensionin teknik dhe ekonomik. Konfigurimi, montimi dhe kompletimi brenda vendit shkurtojnë zinxhirin e furnizimit dhe ulin koston e ciklit jetësor. Tipizimi gradual i automjeteve lehtëson mirëmbajtjen, furnizimin afatgjat me pjesë këmbimi dhe standardet NATO-s. Të gjitha këto rrisin qëndrueshmërinë dhe sigurojnë gatishmërinë afatgjat të mjeteve. Përgjegjësia jonë është e qartë: t'i kalojmë në përdorim operacional, t'i shfrytëzojmë me efektivitet dhe të ruajmë gatishmërinë e tyre. Modernizimi nuk matet vetëm me armatim, pajisje dhe sistemet e reja që përmarrim. Ai matet me gatishmërinë që mbajmë dhe misione që përmbushim. Ky është rezultati që kërkojmë: një forcë moderne, e stërvitur, e pajisur dhe e gatshme për të reaguar më shpejt dhe me aktivitet në çdo kohë dhe në çdo mjedis ushtarak. Të dashur ushtarë, nën-oficerë dhe oficerë, t'i gëzoni mjetet, pasi ju jeni ata që do t'i përdorin 24 në 7 ditë e javës. Ju faleminderit. Ftoj për fjalën e tij ministrin e mbrojtjes, zoti Ermal Nufi. Nderuar zoti kryeministër, nderuar shefi i shtabit përgjithshëm, nderuar partnerë bashkëpunëtor të pranishëm, sot është një ditë krenarie për industrinë e mbrojtjes së Shqipërisë. Një kapitull i hapur tashmë
që ndërton një të ardhme akoma më të mirë për modernizimin e forcave të armatosura. Një augur pozitiv, ku këto 40 mjete taktike sot janë një kontribut i qartë i forcimit kapaciteteve të forcave të armatosura. Dhe të tjerë sot jemi dëshmitarë më shumë se kurrë të asaj që Shqipëria po ndërton. Diçka që shumë vite e kemi konsideruar një objektiv ambicioz, aftësinë për të zhvilluar kapacitete vendase në industrinë e mbrojtjes. Angazhimet e reja të NATO-s, si dhe midisi sigurisë, çdo ditë më shumë, paraqet pasiguri, dhe kanë shtuar akoma dhe më shumë nevojën për të pasur një industri vendase dhe për të pasur mundësinë e prodhimit të gjitha kapaciteteve dhe nevojave të forcave të armatosura në territorin e Republikës së Shqipërisë. Vendimet e marra nga NATO dhe rritja e investimeve në mbrojtje shoqërore me tjetër mesazh të rëndësishëm. Vendet aleate duhet të forcojnë bazën e industrisë së tyre vendase, të zhvillojnë teknologji, të krijojnë kapacitete prodhuese që i shërbejnë sigurisë kolektive. Si aleate e përgjithshme, Shqipëria është plotësisht e angazhuar në këtë drejtim. Përmes vizionit të kryeministrit të vitit 2024 dhe të gjitha angazhimet të ndërmarra që me themelimin e shoqërisë kaje, me ndërtimin dhe ngritjen, miratimin e ligjit për industrinë e mbrojtjes, janë hedhur hapat e para, që sot ne mund të kemi një shtrat besueshëm ku mund të mbështetemi për ndërtimin pikërisht të kësaj industrie. Partneriteti ndërmjet shoqërisë kaje dhe shoqërisë tomak është shembull konkret i produktit të dalë pikërisht nga këto dy ligje, nga ligji për kajen dhe nga ligji për industrinë e mbrojtjes. Dhe pjesë e këtij vizioni të çmuar janë vetëm të parët e zhvillimit të një industrie të suksesshme të mbrojtjes. Ky partneritet konkret midis kaje dhe Timak ka lindur shoqërinë Timak Defense, e cila sot 3 muaj përpara afatit dorëzon 40 mjetet e para të prodhuara në Republikën e Shqipërisë. Janë 35 mjete të vogla 4+1 dhe janë 5 kamion veçkarkues, të cilët dorëzohen para afatit forcave të armatosura. Ne jemi krenar për frutin e këtij bashkëpunimi, për cilësinë e mjeteve që dorëzohen. Janë mjete fjalës fundit 4+1 Toyota, Land Cruiser dhe kamionet veçkarkues MAN. Sot forcat e armatosura kanë kapacitete serioze në përmbushjen e detyrave operacionale. Objektivi ynë mbetet plotësisht i qartë. Ne duhet të ndërtojmë industri moderne të mbrojtjes, të aftë për përmbush nevojat e institucioneve tona dhe të gjitha angazhimeve që ne kemi në kuadër të Aleancës Atlantikut Veriut. Por njëkohësisht dhe të integrojmë zinxhiret ndërkombëtar të furnizimit, duke përmbushur standardet më të larta të cilësisë dhe të besueshmërisë. Kjo nuk është një ambicie faskutur, është një investim strategjik për të ardhmen në vendit. Mjetet taktike që sot bëjnë pjesë të forcave të armatosura janë pjesë e këtij rrugtimi. Ata do të mbështesin misionet e tyre dhe do të përfaqësojnë aftësitë e industrisë shqiptare për të prodhuar sipas standardeve që koha kërkon. Për ne është vetëm një fillim i mbar, sikurse edhe me të tjerat produkte të rëndësishme, bashkëpunimi ku shoqëria Kajo është angazhuar. Përpara kemi projekte të tjera që do të zgjerojnë kapacitetet prodhuese dhe do të sjellin teknologji të reja, do të bëjnë industrinë shqiptare të mbrojtjes një faktor gjithnjë e më të rëndësishëm në sigurinë kombëtare dhe në zhvillimin ekonomik. Milionit falenderoj sot përzemërsisht të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e këtyre 2 lotave që sot paraqiten. Ne me kënaqësi do presim deri në fund të vitit edhe 50 mjetet e tjera nga shoqëria Timak Defense që vinë për forcat e armatosura dhe vitin që vjen vinë edhe kapacitetet e tjera, autobotët, zjarfikset për forcat e armatosura, të cilat gjithashtu janë të fjalës fundit kapacitetet të cilat do të zgjerojnë akoma dhe më tej të gjitha operacionet e emergjencave civile apo të ushtrisë shqiptare në territorin e Republikës. Rezultatet që shohim sot janë fruti i bashkëpunimit, profesionalizmit dhe besimit në këtë sektor në Shqipëri. Dhe sot ne jemi më të sigurt se kurrë që ne mund të ndërtojmë kapacitete të qëndrueshme, duke parë nga e ardhmja për të përgjigjur të gjitha sfidave të së ardhmes. Unë za më të fjalën time duke falendëruar Kryeministrin e Republikës për besimin që më dha vite më parë kur më mbroi kryetari i bordit të Kajos, si përfaqësues i kryeministrisë në atë kohë, ka qenë nder i jashtëzakonshëm për mua, që së bashku marrë Velion me Dortolën, me Arjetën si bashkëpunëtore, me shtabin e përgjithshëm, kemi arritë sot të sjellim në jetë këto produkte që të dorëzohen forcave të armatosura, është moment i jashtëzakonshëm krenarie, i cili na nxit gjithëve ne të shohim det një të ardhme të sigurt. Sot në Shqipëri jemi të aftë të bëjmë këto mjete, sot kemi rivitalizuar një compound
Periferit Tiranës si dikur prodhon ato traktor, sot prodhon mjetet blinduara, sot prodhon mjetet taktike. Në fund të vitit do sjellim mjetet 8+1. Kjo është ajo që ne arrin të bëjmë nëse kemi besim tek vizioni dhe këmbgullim në rezultate. Faleminderit gjithëve. Mirëpresim Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama, për fjalën e tij. Mirëdita të gjithëve, sot është në kuptimin më të plot dhe drejt për drejt fjalës një ditë historike për industrinë e re ushtarake, sepse sot ajo çka ishte në vizion dhe në strategjinë e shkruar është e prekshme me sy, flota e prodhuar në Shqipëri për forcat tona të armatosura, e prodhuar sipas standardeve të NATO-s, e prodhuar nga profesionist shqiptar, sapo ka nisur të vijë në dispozicion të ushtrisë shqiptare. Është një moment i jashtëzakonshëm, pasi ndodh të vim, të shohim, të prekim, të përjetojmë rezultatin e një përpjekje shumë gjatë. E një përpjekje që ka nisur në buzë greminës për Shqipërinë dhe për forcat e armatosura, të cilat ishin në pikë të hallit, të cilat ishin thjesht dhe vetëm një ushtri që mbajnë këmbë nga pasioni, që mbajnë këmbë nga vullneti, nga dia dhe nga patriotizmi i atyre që qysh në fëmijëri ja kanë kushtuar jetën uniformës së ushtarakut, por që ishin të braktisur në fatin e tyre. Dhe as nuk bëj fjalë që të përfituronim një industri ushtarake, ndërkohë që historitë e tenderave, historitë e ngatërresave të lloj-llojshme, historitë e blerjeve të makinerive laramane ishin historia e përditshme e shtetit shqiptar në të gjitha institucionet dhe për të gjithë sektorët që kanë nevojë për këtë logjistik. Sot jemi dëshmitar se kemi hyrë në një fazë të re, jemi dëshmitar të një Shqipërie që nuk është vetëm përdoruese e teknologjisë së mbrojtjes, por është edhe projektuese dhe zhvilluese e kapaciteteve teknologjike, të cilat sapo kanë nisur të japin rezultate të para. Dhe këtu nuk mund të rri pa u ndalur një minutë tek protagonistja e kësaj historie që është Arjeta, e cila është një vajzë nga Bulqiza. Familja e saj ka emigruar kur ajo ishte vetëm 4 vjeç. I ati si një bir i denj i atyre territoreve, ishte shumë i lënduar me veten që nuk ishte një djalë, po vetëm vajza. Dhe Arjeta vendosi që të bëj djali i babait, duke ndjekur ata nga hap pas hapi aty ku ai punonte në emigracion, në një fabrik e cila prodhonte pikërisht mjete motorike. Dhe pastaj në një moment të caktuar pas 25 vjetësh, Arjeta vendosi të vinë në Shqipëri
dhe të krijojë një startup për të prodhuar në Shqipëri mjete motorike. E parë me atë shpotin e realitetit burror shqiptar, e refuzuar në të gjithë dyert e institucioneve ku mund të kishte marrë ndihmë, ajo vendosi që t'i lëri burrat jashtë derës punishtes vetë dhe në punishtet e pranonte vetëm vajza. Dhe kështu lindi një startup Amazonash shqiptare që vendosën të sfidojnë gjithë odën e burrave të sipërmarrjes në këtë vend. Dhe kështu jemi njohur me Arjetën, kur ajo më tregoi ëndrrën që të prodhonte makinën e parë në 100% shqiptare. Por në ndërkohë, startupi i saj me ato mundësi dhe në atë situatë izolimi nga institucionet, kishte arritur të eksportonte ambulanca të prodhuara në atë punishte këtu në Shqipëri, në Ukrainë. Dhe ndërkohë, ne vijonim të blenim ambulanca lart e poshtë, e të blenim mjete lart e poshtë, me tendera, dhe duke i çuar parat jashtë vendit. Më pas, bëm një pakt burrash me djalin e babait dhe sot jemi këtu. Jemi këtu fal një strategjie të re, e cila, siç tha dhe ministri, krijoi në radh parë kompaninë Kajo. Kompania Kajo është një realitet i ri publik me 100% pjesëmarrje të shtetit, e cila është krijuar si epiqendër e të gjitha zhvillimeve të industrisë së re të mbrojtjes, me një parim themelor. Ne nuk jemi të prirur të blejmë nga jashtë asgjë që mund ta prodhojmë këtu. Ne nuk jemi të prirur të mikpresim këtu kompanitë huaja që marrin asetet tona dhe pastaj gjithçka e çojnë jashtë. Ne nuk jemi të prirur që të shohim se si tjerët fitojnë, ndërkohë që shteti shqiptar thjesht vën dispozicion asete dhe thjesht merr disa nga të mirat e kësaj pune, që janë teknologji, punësime tjera. Por ne duam që çdo kompani që vjen në Shqipëri për të investuar dhe që është e mirëpritur të pranoj shtetin si ortak. Flitet shumë këto kohë për tradhira e për shitje të dheut e për lloj idiotësish që mund t'i marrin me mend dhe t'i artikulojnë ata të cilët do ta kishin tradhtuar, do ta kishin shitur, do kishin bërë të gjitha ato për si ata akuzojnë, sepse kështu thot një fjalë e mençur, kush të akuzon pa prova, ose e ka bërë vetë, ose do ta bënte vetë atë për cilën të akuzon, por ja kjo është tradhtia jonë, që sot një kompani e krijuar për të shërbyer si qendër graviteti e industrisë sonë të re të mbrojtjes, në 100% aksione të shtetit, ka filluar të argëtojë të ardhura nga këto lloj sinergjish. Dhe të gjitha kompanitë që kanë ardhur dhe që do të vinë nga vendet partnere kanë vetëm një derë për të ulur, për të diskutuar, për të negociuar dhe për të bërë marrëveshje, që është dera e kompanisë Kajo. Së shpejti ne do të
jemi përsëri së bashku për të parë të tjera zhvillime që deri dje do ishin të pabesueshme. Këto mjete janë mjetet prodhuara këtu në vend. Janë 40 mjete të prodhuara në bashkëpunim me kolos të industrisë së automotivit, të cilët i kanë besuar Timakut dhe të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me Timakun dhe për cilët Timaku merr pjesë të caktuara dhe pastaj këtu bën të gjithë prodhimin e mjeteve. Janë mjetet cilat i vijnë në dispozicion ushtrisë shqiptare dhe parafytyroni vetëm kaq. Ushtria shqiptare që nga viti 1992, mbasi u bë gjithë skrapizimi dhe çmontimi shtazarak i asaj që ishte një industri që po t'ishte ruajtur, do të kishte bërë Shqipërinë një pikë referimi në këtë kohë të re luftrash edhe në këtë kohë të re sfidash kolektive të mbrojtjes, dhe deri përpara se sa të hynim në këtë fazë, ka vuajtur për mjete. Një mjet këtu, një mjet atje. 5 sot, 6 nesër. 3 u prishën, 2 janë në mirëmbajtje. 7 erdhën, 4 nuk punonin. Plani ynë, që folëm edhe me shefin e shtabit, si duhet ta falenderoj shumë për këtë hov që i ka dhënë gjithë kësaj faze të rilindjes industrisë ushtarake, dhe brenda vitit 2028 ushtria shqiptare do t'i ketë të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet, që nga makina më e lehtë deri tek armët më të sofistikuara. Nuk do ketë më asnjë 4 rotak që t'i mungoj forcave tona të armatosura, do ketë flot mjetesh të madhe sipas standardeve të NATO-s për numër forcash për kilometër territor, dhe ndërkohë do të jetë pajisur me shumë çka tjetër që ka filluar të projektohet dhe të prodhohet në vend. Kemi marrëveshje me kolos të industrisë ushtarake dhe mos u çuditni kur një ditë të vim përsëri këtu dhe të ekspozojmë gjëra të prodhuara këtu, të cilat do t'ja japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Prodhime made in Albania. Parafytyroni një ushtar të Shtetet Bashkuara me një prodhim made in Albania në kompleksin e pajisjeve të tij. Kush do ta kishte imagjinuar, sikur t'ja u thoshin deri jo shumë vite më parë? Askush. Kjo është Shqipëria tjetër që ne kemi ndërtuar dhe e cila tani do filloj t'jap të tjera lloj rendimentesh dhe të tjera lloj produktesh, duke pasur parasysh këtu industrinë ushtarake, po jo vetëm. 14 zjarr fikse të reja po prodhohen sot që flasim nga Timaku. 14 zjarr fikse ne nuk i kemi bërë dot bashk në 14 vjet në të njëjtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pas zjarr fikse. Ndërkohë që sot kemi një flotë zjarr fiksesh jo të vogël, por krejt të pamjaftueshme. Dhe në vend se edhe këtu të shkojmë lart e poshtë, e të bëjmë një tender sot, 2 tendera nesër, dhe t'i marrim ca të kuqe, ca vishnje, ca portokalli, sipas tenderit radhës, ne do ndërtojmë një flotë zjarr fiksesh që do të jetë njësoj si flota e ushtrisë që sapo ka nisur të marrë formën e vetë përfundimtare,
do t'i kemi të gjitha zjarfikset që i duhen Republikës Shqipërisë sipas standardeve të një vendit NATO-s dhe të një vendit Bashkimit Evropian për frym, për territor, për kilometër, po ashtu me autoambulancat, e njëjta gjë, dhe në ndërkohë keni parasysh atë që thash në fillim. Nga shpenzimet që do të bëj shteti për t'i marrë këto mjete në kohë, për t'i marrë këto mjete me cilësinë më të mirë, për t'i marrë këto mjete duke pasur një bazë mirëmbajtje, jo bllokohet mjeti siç i gjetëm helikopterët kur erdhëm, që ishin 90% e tyre që rinin si pula helikopterët, nuk fluturoni dot më, se s'kishte më mirëmbajtje, edhe duhej shkuar sa në Poloni, sa ku diun se ku, e duhej mbajtur radhë, lloj çuditërash. Sot i kemi të gjithë në punë, dhe sot i kemi të gjithë të lidhur me një bazë të vetme, që është një bazë e NATO-s, ndërkohë që për sa i përket gjithë këtyre flotave, do të kemi mirëmbajtjen këtu në vend, dhe nga të gjitha ato shpenzime, Kajo, shteti, kompania publike fiton. Pra shteti paguan në këtë rast Timaku, në një rast tjetër një kompani tjetër, se janë një sër marrëveshjesh që ka lidhur dhe Polit Kajo, dhe pjesa private merr pjesën e vet, Arjeta të vetën, shteti merr të vetën, dhe kështu një pjesë e parave të shtetit kthehen përsëri te shteti dhe riinvestohen përsëri ashtu dhe aty ku shihet e nevojshme. Kjo është Shqipëria e re që funksionon për ditë. Dhe dua ta mbyll edhe me një tjetër risi që vjen prapë nga kjo forcë e re që ne kemi krijuar këtu, dhe që e falenderoj përsëri shefin e shtabit. Jam shumë mirënjohës sepse i ka marrë me shumë seriozitet dhe disa detyra të cilat kanë qenë si shfaqjet huaja për shefat e shtabeve. Nuk kam gjë këtu me paraardhësin se e kemi mik, por e kam me faktin që edhe ne vetë kemi qenë më pak të ditur edhe mbase edhe jo mjaftueshmërisht të guximshëm. Dhe këtu e kam fjalën për bazën e re të logjistikës që do të jetë një kompani e ushtrisë shqiptare në shërbim të gjithë bashkive, një kompani e infrastrukturës e cila do të bëj mirëmbajtje, e cila do të bëj ndërhyrje që lidhen me infrastrukturën e kanaleve, me infrastrukturën e kanaleve ujitës, vaditës, rrugëve rurale, e kështu me radhë, do të jetë patjetër në funksion të emergjencave, por kur nuk do të ketë emergjencë, do të jetë vazhdimisht në funksion të pushtetit vendor. Kjo është një gjë e jashtëzakonshme. Dhe gjëja tjetër e jashtëzakonshme është hapja më në fund e Ministrisë Mbrojtjes edhe për turizmin, për të krijuar atë që e kanë të gjitha ushtritë e NATO-s përveç nesh. Të gjitha ushtritë e NATO-s që janë në vende turistike, në shtete me turizëm, kanë dhe komponentin e vënies në dispozicion të asetet e tyre për turizmin. Dhe këtë gjë, dhe nga kjo gjë përsëri forcat e armatosura marrin pjesën e tyre. Kështu që këto partneritete janë rruga jonë e re, do të bëjmë partneritete të tilla në vazhdim në të gjitha fushat, ku ka ardhur koha që shteti të jetë partner, ku ka ardhur koha që kapacitetet shtetërore të vijnë në dispozicion të jo vetëm shërbimit, por edhe të fitimit për të marrë mbrapsh të ardhura në arkën e shtetit, të cilat riinvestohen po në funksion të qytetarit. Shumë faleminderit gjithëve. Është vërtet një ditë shumë e bukur, është vërtet një ditë historike për industrinë tonë ushtarake, sepse kjo është shfaqja e parë
në kuptimin e daljes nga dyert e fabrikës të prodhimeve Made in Albania, por është e para e shumë shfaqjeve të tjera ku të gjithë do të shohin me krenari se në çfarë niveli po ngjitet Shqipëria edhe në këtë aspekt. Dhe nuk ka gjë më emocionuese se sa të shikosh listën e vendeve të cilat kanë bërë porosit tani më tek Timak Defense. 30 vende, vendet e NATO-s, Kombet e Bashkuara, banka botërore që i drejtohen sot Shqipërisë këtu në Tiranë, në një vend që deri dje ishte një gërmada e autotraktorëve të famshëm për të marrë mjete të prodhuara po këtu, fal vizionit, fal kurajos, fal punës jashtëzakonshme, vullnetit dhe fal dhe një kokëdërësie shëmbullore të një vajze nga Bulqiza. Shumë faleminderit gjithë. Vijojmë me momentin simbolik të kësaj ceremonie. Ftoj drejtoreshën ekzekutive të shoqërisë Timak Defense t'i dorëzoj kryeministrit kutinë me çelësat simbolik të 40 mjeteve. Kryeministri nuk di t'i javi makinës, kështu që çelësat do t'i marrë dhe do t'a dorëzoj direkt shefit shtabit. Kështu që ceremonia tjetër për makinave është me shotën, shpresoj. Shota është prodhim 100% i këtushëm, ndërkohë që këto janë prodhime në bashkëpunim me kolos të industrisë që, si thash, kanë sjellë këtu pjesë këmbimi që pastaj të gjitha janë asembluar në Shqipëri dhe me mirë atimin e tyre kanë edhe logon. Sot është dita kur forcat armatosura nuk janë më një adresë për djemë dhe vajza që nuk kishin asnjë rrugë tjetër, por janë një port krenarie kombëtare. Më vjen jashtëzakonisht mirë që kemi një numër të rritur të atyre që duan të bëjnë pjesë e forcave armatosura dhe gjithë të rinjve dhe të rejave këtu ju them, keni bërë zgjedhjen më të mirë, sepse jeni pjesë e një sektori të jetës ku pagat do t'ju rriten në vazhdimsi dhe ku do jeni të parët mbas gjykatës dhe prokurorëve, se atyre ja kemi dhënë morë para, po do jeni të parët që do keni paga në mesataren e forcave të NATO-s. Sot e keni më të lartën në të gjithë rajonin dhe ndërkohë i bëj thirrje të gjithë vajzat e djemve që shohin apo që mendojnë akoma, që mos mendojnë të vinë të bëjnë pjesë e këtyre forcave, se nuk është më çështje hajtë se po shkoj ushtar, por është çështje po bëjmë pjesë e një historie të re krenarie, ku flitet për teknologji, ku flitet për inteligjencë artificiale, ku flitet për inxhinjeri, për prodhim, për asemblim, ku flitet për gjëra krejt të tjera dhe patjetër ku trajtimi është me dignitetin më të lartë. Kështu që herës tjetër për shotën, por nga ana tjetër unë mezi pres që të fillojmë të tregojmë edhe disa gjëra të tjera që po fillojnë të prodhohen në Shqipëri, ku siç e kemi premtuar, mbrojtja e qiellit në samitin e NATO-s, ku do t'jetë edhe presidenti i Shtetit Bashkuara, që e dini vetë ju se si mbrohet nga qielli, nga toka, nga Marsi, nga hëna, mbrojtja e qiellit do të bëhet me dron super inteligjent të prodhuar këtu në Shqipëri, Made in Albania. Ashtu sikundër, tani më jemi gati, kemi bërë dhe porosin edhe për mbrojtjen më të sofistikuar kundërajrore, të cilën do ta ketë shumë shpejt edhe Shqipëria. Shumë faleminderit.